Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 3 ish efektiv të policisë së shtetit, të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale të lidhura me trafikun dhe kultivimin e lëndëve narkotike. Sipas dosjes hetimore, 2 prej të pandeurve akuzohen për trafikim të lëndëve narkotike, kultivim të bimëve narkotike, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, si dhe shpërdorim detyre, ndërsa ish efektivi tret përballet vetëm me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Hetimet e SPAK kanë zbuluar se gjatë viteve 2019-2021 në zonat e Sarandës, Tepelenës dhe Gjirokastrës kanë operuar 2 grupe të strukturuara kriminale, të përfshira në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit drejt Greqisë. Sipas prokurorisë, grupet kishin ndarje të qarta rolesh, duke organizuar sigurimin, transportin dhe kalimin e lëndëve narkotike përtej kufirit. Një nga episodet kryesore të hetimit lidhet me operacionin e zhvilluar më datën 7 mars të vitit 2020 në pikën kufitare të Qafbotës, ku autoritetet sekuestruan mbi 1 ton e 144 kg kanabis dhe produkte të përpunuara të tij. Vlera e drogës së kapur llogaritet të jetë rreth 1.7 milion euro. SPAK deklaron se gjatë hetimeve janë evidentuar lidhje të drejtpërdrejta mes anëtarëve të grupeve kriminale dhe punojësve të policisë së shtetit. Sipas organit të akuzës, ish policët dyshohet se kanë favorizuar aktivitetin kriminal përmes dhënies së informacionit dhe mosveprimit në përmbushje të detyrës. Prokuroria nënvizon se veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë ndikuar në cënimin e funksionimit normal të policisë së shtetit dhe kanë dëmtuar besimin e publikut tek institucionet ligjzbatuese.